e kemi kryetarin, po mendoj që ka pas një rezultat shumë të mirë, Bali Muharemaj, që është në linë dhe bashkohet tashmë me neve në Kosova Live. Zotri Muharemaj, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se gjej, faleminderit shumë për ftesën. Si i pritët këto rezultate? Më thonë të drejtë, kjo është verdikti i qytetarëve tonë, keni garë fair demokratike, për fat mirë, pa probleme, pa aksese. Kjo është e mirë që ka ndodhur kohën e fundit Kosovë, po folim përgjithësi gjitha komunat. Kështu që rezultati i mirë është dhe besoj që presën votat me kusht, presën votat e diasporës, që dini Soreka që ka dikon 3.400 që në regjistru, kështu që edhe presën më dhe pak derisa të përfundojnë gjitha. Po, si do qoftë, i knat shumë pasi që mandati i tretë kuptohet që pushtetit amortizon. Mirë, po besoj që qytetarët apet janë pro që të vazhdojmë edhe 4 vite të ardhshëm me udhëheqës Soreka. Sipas rezultateve preliminare, domethënë gara do të zhvillohet mes jush dhe Ardian Shalës së LDK-s. Po, është të vërtetë. Në disa deklarime që kemi bërë, kemi pa që keni thënë që edhe nëse shkoni balotazh, ju mendoni se do të fitoni bindshëm, edhe nëse ndodh pra kjo. A vazhdoni ti qëndroni këtij mendimi? Po kjo është shumë e lehtë, ju e dini se tash ballotazh në rend parë nuk dalin gjithë votuesit. E dyta është që gara është mes dy vetëve, domethënë vetëm ata që kanë votuar këtë herë me votuar nuk ka nevojë, pa asnjë problem kalojmë edhe rundin e dytë. S'ka nevojë për të tjera. Unë besoj që këta që kanë votuar një herë nuk kanë qenë mushkëny, votojnë edhe herën e dytë, ashtu është parimeve të mia, se rezultati është dikon 14%, nuk është pak. Dallimi është shumë i madh, sikur më kon 2-3% atëherë pritën rezultate të tjera, mirë po besoj që rezultati është i madh dhe nuk kemë pas asnjë problem. Mbas nga informacionet që mund të keni pasur, është shoqëruar procesi me ndonjë parregullsi apo jo në komunën tuaj? Se në përgjithësi ishte një proces demokratik dhe gjithmonë është proces që merr komente pozitive nga gjithë. Unë nuk besoj, s'kam pas informata, kuptohet që nuk ka pas eksese, nuk ka pas probleme, mirë po s'do qoftë, edhe njerë po është e mirë për neve, në demokraci po të regojnë që kemi edhe janë vedisuar qytetarët, domethënë nuk kanë përmendje ka një fest komunën e Sarekës, edhe kështu që kem kaluar shumë mirë. Patjetër. Faleminderit shumë për inkuadrimin. Për juve do të jemi vazhdimisht me gjitha televizionet, shërbim ty në qytetarëve 24 orë. Faleminderit shumë që jeni gatshëm gjithmonë që të inkuadroni dhe shumë suksese.